Edhe pse rreshjet kanë qenë me intensitet dhe të vazhdueshme, Shkodra ka arritur t'i përballojë pa probleme situatat e përmbytjeve në rrugët kryesore. Investimet në kolektorët e qytetit kanë luajtur një rol vendimtar në menaxhimin e situatës. Sipas drejtorit të përgjithshëm të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm Bashkia Shkodër, Beki Mema, fal zgjerimit të rrjetit të kullimit, kapaciteti i përthithjes së ujrave është rritur ndjeshëm, duke parandaluar përmbytjet në zonat që dikur konsideroheshin problematike. Doja të përmendja investimin dhe punët e realizuar për hapjen dhe pastrimin e kolektorit kryesor të qytetit, që ka dhënë një impakt direkt në eliminimin e ujrave të bardha nga qyteti, si dhe një investim shumë i rëndësishëm ka qenë ai i lidhjes së kanalizimeve të ujrave të bardha nga pedonalja Kolidromeno në zonën e ish Peserojve. Pavarësisht të nivelit të lartë të rreshjeve, nuk kemi pasur problematika të theksuara në përmbytjet e rrugëve. Punimet e kryera gjatë muajve të fundit kanë përfshirë pastrimin e kanaleve në njësi administrative, vendosjen e tubacioneve të reja dhe rehabilitimin e segmenteve të dëmtuara. Një tjetër punë me shumë vlerë ka qenë ajo parandaluesja, pra puna që është bërë më përpara për sa i përket hapjes së kanaleve kulluese. Së fundi është përfunduar edhe hapja e kanalit kullues në harkun e Bërdicës dhe janë punë dhe investimet të cilat kanë pasur një rezultat konkret. Ekipet e bashkisë dhe shërbimeve të emergjencës vijojnë të jenë në terren të gatshëm për çdo ndërhyrje të nevojshme.